Dhe këta mendoj se kemi qalë mi parlamentin e ditë që është i rëndësishëm sukur ki i pari, sukur shahadeti që është i rëndësishëm ledhë të ndëshëm, a ka mundësi njeriu të hinë gjennetin Allah, po a ka mundësi që njeriu të bëhet musliman nëse e shqipton në veç la ilaha illallah, mirë po nuk pranon me thonë Muhammedur Rasulullah as njëherë në gjennetin e Allah dhe nuk radhitën në radhët e muslimanëve. Çka do me thonë la ilaha illallah, do të thotë që vetëm Allahu e meriton adhurimin, pra namazi im, agjerimi im, haxhi im, pasuria, sadakate mia janë vetëm për Allah. Kjo është ajo motoja e fjalës la ilaha illallah. Mi po si që ka thonë Abu Hanifja, një shmëria e ditë është Muhammed Rasulullah. Që ka dhe me thonë Muhammed Rasulullah? Muhammedi është i dërguari Allahut, pra unë modelin e ibadetit e kam veç një model, s'kam tjetër shabullon jetën time. Shabullonin e pejgamberit Allahut. Pra të thot Fodejl ibn Iyadi, vepra për të pranu të Allahut duhet me qenë e sinqert, e para dhe e dita duhet me qenë e sakt. E pyetën Fodejl ibn Iyadin çka do me thonë me qenë e sakt, ka thonën me qenë për pullshmëri me sunnetin e pejgamberit Allahut. E çka do me thonë me qenë për pullshmëri, do të thotë që ibadeti, çdo lloj ibadeti që nuk krijet në modelin e pejgamberit Allahut, që nuk krijet sunnetin e pejgamberit Allahut, nuk pranohet tek Allahu. Thot pejgamberi Allahu, çdo vepër që njeriu e krijnë dhe unë nuk kam urnu që të krijet në qatë formë, apo unë nuk e kam bo ata, ajo vepër nuk pranohet te Allahu. Sa na ku i kushtojmë namazit tonë që e krijnë modelin e pejgamberit Allahut. Pra mi të shtitu i treguan që 20-30 vet jam të tregu për sunnetin e pejgamberit Allahut, se ti kur hir xhami duhesh mi fal direqat. Përshëndetje e xhamis është mi fal direqat, mirë pa i ullet, për çkak se babaxhi e ka mësu këta, edhe ki nuk është në gjendje direqat kja fale, ta fale si që e ka mësu sunneti pejgamberit Allahut, ndërsa pejgamberi Allahut e ndërpejt të hidban, kur e pa njoni që ullë, tha ngreto fali direqat dhe mos i zgjat ato, për çkak se ndëgjimi hidbës është me rëndësi, mirë po sunneti pejgamberit Allahut ka ma shumë për parësi. Pra pejgamberi Allahut kur hipi mimber, hipi pejgamberi Allahut dhe tha ulno. Abdullah ibn Mes'ud ishte të hinë mrejnë në xhami, një kame pa qëtin në xhami, një jashtë ullë në brag. Tha nja Eba Abdurrahman pse u ullë në brag, tha u tuta se përvonoj urdhin e pejgamberit Allahut dhe Allahu azza wa jall po na ban helaq.